Politika është shumë e bukur, po prap na intereson më shumë Big Brother, më duket tu në Shqipëri. Okej. Ti ke qenë vetë, je kthyer nga Amerika për të marrë pjesë sezonin e kaluar në Big Brother. Pa. Tani kemi dy aktorë që janë raca jote. Kemi Saga Paola Erti dhe... Paola Erti! Më kënaqë ajo. Edhe akoma Rozana Radi, se ka bërë një këngë me një grek. E shumë e bukur ajo këngë. Po. Do me thënë dy kështu greke. Po, nuk e di. Edhe papagalli. Edhe papagalli. U bën tre. Tani kush mendon se e meriton ta fitoj Big Brother me këta lojtar? Midis Rozit dhe Laertit, do e të thoshe? Po, pastaj do kalosh tek personazhet e tjerë. Nuk e di të thash, nuk mund të hyj në aks se nuk e kam parë se si e kanë zhvilluar këtë Big Brother. Po mirë, me aq sa njefti, me aq sa i njoh unë, kuj doja jepje, sepse fitus nuk do të thotë të bësh lojën e duhur. Fitus ndonjëherë është edhe karakteri i personazhit që të bën fitus. Pavarësisht se si e bën lojën aty në Big Brother. Me ta thënë të vërtetën e kam shumë të vështirë ti ndaj të dy. Do me thënë se kuj do t'ja jepja, por mendoj që më shumë fort ka luftuar Rozana. Kështu që ndoshta e meriton pak më shumë se Laerti. Në këtë moment, po. Mendoj që po. Po lojtarët e tjerë, do veçojë ndonjë çat ka kap syri ose veshin në këtë Big Brother? Po më ka pëlqyer kjo Danja. Edhe Loredana është e lezetshme këto kohët e fundit, është çliruar edhe ka batuta. Më ka pëlqyer edhe Gerta më ka pëlqyer. Edhe ajo luftarake nuk i ndahet asaj se duhet kuptosh edhe çfarë është loja e Big Brother. Unë e kuptova çfarë ishte loja e Big Brotherit ku dola. Ti e kuptove kur dole? Kur dole e kuptova që ishte ajo lojë. Mendova se ishte një reality show, por nuk ishte një reality show, ishte një lojë. Kishte skenar dhe aty? Jo, ishte një lojë në kuptimin që ata që futen e kanë parasysh se çfarë duhet bësh që ti jesh në vëmendje të publikut. Derisa është një show, ti duhet dish edhe çfarë i pëlqen këtij publiku. Unë kam dëgjuar që kur hyn në Big Brother, 3 ditë e para e ke mendjen e kamerat, pastaj unë nuk e kam furë mendjen e kamerat. Ti e harrove kamerat? Apo që në momentin që shkele aty? Unë, jo, nuk e kam asnjëherë mendjen e kamerat unë. Edhe kur shkoj në studio televizive, nuk më impresionon fare ideja e kamerave. Kamera ka punën e vet, ti duhet të më ndjekësh mua, dhe unë jam personazhi.